Ura mesit vazhdon të tërheq çdo ditë turistë të shumë të vendas dhe të huaj, të cilët mbeten të manitur nga bukuria e saj e veçantë dhe peizazhi mbreslënës që e rrethon. E vendosur mes natyrës së mrekullueshme, kjo urë historike ofron pamje të rralla që të lën pa fjalë dhe të krijon një atmosferë të qetë e relaksuese për çdo vizitor. Ura mesit është një nga monumentet më të veçanta të trashëgimisë kulturore në zonën e Shkodrës. E ndërtuar mbi lumin Kir, ajo vazhdon të tërheq çdo ditë turistë vendas dhe të huaj, fal arkitekturës dhe historisë së veçantë. Shumë prej turistëve shprehen se vizita në urën e mesit është një përvojë e paharrueshme, jo vetëm për vlerat historike dhe arkitekturore që mbart, por edhe për mikpritjen e ngrohtë që gjejnë nga banorët e zonës. I come from Greece. Vi nga Greqia dhe është hera ime e parë në Shkodër. Jetoj në Shqipëri, në Korçë, ku punoj si mësuese në shkollën greko-shqiptare Omilos. Shkodra është një vend shumë i bukur, prandaj vendosëm ta vizitojmë. Një nga vendet që donim të shihnim ishte edhe ura e mesit. It's so lovely. Është vërtet shumë bukur, është hera e parë që erdhëm. Qëndruam 2 ditë në Tiranë dhe vitin e shkuar bëm një tur. Këtë vit po bëjmë një tjetër, ka kaq shumë gjëra për të parë. Burimi është ai që planifikon udhëtimet. Nisëm nga Tirana, më pas vizituam pikat kryesore turistike deri tek liçeni i Ohrit dhe tani po shkojmë në veri. Vizituam edhe liçenin e Komanit. Interesi për këtë destinacion po rritet vazhdimisht, duke e kthyer urën e mesit në një nga pikat më të vizituara turistike.